furnizimi me dru zjarri lëndrysore djegëse për shkollën tonë është bën në kohën e dur dhe në masën e dur. Të gjithë klasat janë pajisura me soba ose stufa, zjarri. Ngroja ka qenë normale, nuk ka qenë dhe kohë aq e ftohtë sa të themi që të bëhen elemate me përjashtim disa ditëve. Po në përgjithësi mirë, vijshmëria e nxënësve ka qenë e rregullt. Kemi pas në periudhën e janarit, periudha e virale e gripit, që kemi pas pak mungesa, por normalisht nxënësit kanë viju rregullisht në shkollë. Në shkollën tonë nuk ose kemi rënje të madhe të numrit nxënësve, kemi qëndrueshmëri, kryesisht te shkolla mesme ose arsimi mesëm i lartë, kemi prurje që vijnë nga njësitë administrative Kalaj Dodës, njësia administrative Ujmisht, Grykshaj, Kalis, si edhe të Bushtricës, ndërsa për arsimin nënvjeçar kemi ca luhatje të vola, por që janë të pranueshme.